Allahun e falendrojmë që i takojnë madhnisë Allahut. Allahun e lusim vazhdimisht me lutjet sinqert, me zemër të pastër dhe me gjuhë të pastër, që Allahut na udhëzon në rrugën e drejtë, ihdinas siratal mustaqim. Prej Allahut sot në këtë kohë të veçantë ku pranohen lutjet, kërkojmë xhennetul firdausin dhe Allahut na mbron nga zjarri i xhehenemit. Allahu na bën nasip me ndjek rrugën e shpëtimit dhe hidajetit, rrugën e të nderuarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, irnekit të njerëzimit. I çojmë salavat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar të nderuar, ne vazhdimisht e lutim Allahun me emrat dhe cilësitë e bukur të madhnisë Allahut. Dhe vazhdimisht kemi nevojë për lutje ndaj madhnisë Allahut, dhe njeriu sa më shumë e lut Zotin e Madh, e adhuron Allahun e Madh, aq më afër Allahut të Madh është. Dhe ai që e ka lut më shumti Allahun ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E prej lutjeve të shumta është një nga lutjet që e ka përmend Allahu i Madh në Kur'anin famëlar në suratul Ghafir ajeti 44, kur sot shtohet zullumi, kur sot ka keqdashës shumë të mëdhaj, kur sot ka njerëz hasedxhi urrejtës, kur sot ka shumë zullumçar të formave të ndryshëm që bëjnë zullumin, do i shohim dhe do nuk i shohim. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad." Thot Allahu në Kur'an: "Çështjen time ja besoj Allahut, Allahu është larg pamës për robrit. Allahu e ruajti nga të këqijat që i përgatitën ata të tjerët." Një njeri në kohën e Musait alayhis salam, njeri i devotshëm, musliman i mirë, zullumçari më i madh i historisë njerëzimit, Firauni, në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahli, edhe vazhdimisht në çdo kohë ka zullumçar. Por këto Allahu i përmend si zullumçar më të mëdhaj të njerëzimit. Ky ajet tregon për një simpatizant që deshtën ta izolojnë dhe t'i bëjnë kurtha këtij njeriu, e ky u lut me lutjet sinqert Allahu dhe tha: "Këtë çështje ja la Allahu tem. Këtë çështje ja la Allahu tem dhe ja besoj Zotit. Kur tham ja besoj, ja kum bë teslim komplet e këto çka dojnë në të bëjnë. Une e jetën time dhe raportin tem me Allahun ja kum dorëzuar Allahu tem." Pse jam të përmend këtë muhabet? Se ne ka gjona të zullumit që i shohim dhe nuk i shohim. Por prezent zullumin mesin tonë shumë më i madh se sa që ka qenë në gjeneratat pak më herët të gjyshallar dhe baballarët e tonë. Prandaj një prej ulemave të mëdhenj, Sheikh Uthaymin rahmetullah alayhi, thot: "Ky ajet i ka 5 dobi dhe me vëmendje ndëgjonin pikat shkurta. E para, fa ufawwidu amri ila Allah", do të thotë ti e tregon imanin tanë të fuqiploti dhe unë i mbështetem Allahut. Prandaj, kur njerëzit bëjnë ty kurtha dhe zullum dhe ti nuk ke mundësi rrugdalje tjetër, shpeshtoje këtë lutje, këtë dua, se Allahu të mjafton ty nëse ti mbështetesh Allahut. Pse e përmendi këtë? Shumë njerëz mbështeten të njerëz që kanë pozitë të fortë në shtet. Shumë njerëz mbështeten me telashet që i kanë ekonomike të njerëz që kanë kapital. Shumë njerëz mbështeten të njerëz që kanë fuqi. Jo vllai dashur, Allahu është gani i pastër. Allahu pushteti i tij absolut është në dorë të Zotit. Ufawwidu amri ila Allah, mbështetja çështjen tonë, telashën, zullumin që ta bëjnë të tjerë Allahu del në mbrojtjen tënde. Prandaj Allahu thot në Kur'an: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dhe kush mbështetet në Allahun, Allahu të mjafton. Prandaj lutja e parë ka të bën me mbështetjen tënde dhe nuk ka iman ai që nuk mbështetet në Allah. E mbështetja në Allah është prej cilësive të burrave të mëdhenj që mbështeten në lutjet se Allahu nuk e le bosh dhe nuk e le pa e ndihmuar në procesin më të rënd ku është. E ka mbrojt Ibrahimin në zjarr, Firaunin, Musa'in karshi Firaunit, Nemrudin
kur i bani zullum Ibrahimit, e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka mbrojt karshi Ebu Gjehlit, pse se mbështetja e këtynve ishte shumë e fortë, e Allahu i dul në ndihmë. Fa huwa hasbu, Allahu të mjafton. Thot Zoti në Kur'an në vazhdim, ja ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'ak minal mu'minin. O Muhammed, ju mjafton Zoti juaj dhe besimtarëve që të pasojnë. Do të thotë mjafton Allahu, nuk ke nevojë dikan tjetër, më mbështet dhe me lut. E dyta, dobia e radhës është Allahu e din, është i gjithditur për zullumin që ta ban. Shtoja këtë dua, hoq, po një ku marë sebepet, ti i merë sebepet, është obligim. Por Allahu e din çdo gjë për jetën tonë dhe për kaderin tonë. Prandaj Allahu në këtë ajet po na tregon nga dobia e ajetit është se Allahu është i gjithdijshëm dhe dituria e Allahut është e pakufit, ndërsa njeriu e ka diturinë e kufizuar. Ai është njos i gjendjes së robit të mirës dhe të keqes së tij. E treta, fevekahu Allah. Allahu e ruajti këtë njeri që ishte musliman i mirë në kohën e Musës. Pse? Ju bë teslim Allahut, ju nënshtru, ju mbështet. E dyta, e pa fuqinë e madhnisë diturisë të Allahut Azza wa Jall, dhe e treta ishte i bindur se Allahu do ta ndihmon. Prandaj mos dysho në mbrojtjen tënde se Allahu të mbron nëse ti e mbron fenë e Allahut. Nëse ti e mbron lutjen dhe lutesh tek madhnia e Allahut, je i lidhur me Zotin, Allahu nuk le në kryq apo të dështuar në këtë dynjë e as në ahiret. Dobia tjetër me radhë është se kujdesi i madh dhe këtu duhet ndalem. Ndaj armiqve sot që ja bëjnë kurthat e muslimanëve. Ku është kurthat e njerëzve të keqdashës që janë të besimtarve? Lufta aspektit të moralit, luftat mediatike, luftat të digitalizimit, luftat të veshjes, luftat të filmave, luftat ekonomike dhe ashtu me radhë, këtë llojet e luftave që ne gjuhën e tyre janë shumë të amël, ndërsa në implementimin e tyre është të marrin rinin dhe imanin e trive tonë, t'ja marrin moralin trive tonë, t'ja humbin besimin trive tonë, t'ja marrin mbështetjen e Allahut, mbështetjen në fuqitë e njerëzve. Këtë të janë të limitum, edhe fuqia, edhe dituria, edhe pushtetja, edhe krejt tek njerëzit. Të më i forti i dunjas është i limitum, ndërsa Allahu është i gjithfuqishëm, i gjithditur, edhe tek Allahu rikthehemi. Prandaj promovimin që e bajnë të keqes në rrjetet sociale dhe në shumë aspekte të ndryshëm për shkatrimin e besimit dhe moralit të trive dhe trejave tona, këto janë njerëzit që janë dashësit më të mëdhaj të shoqërisë dhe të muslimanëve. Prandaj besimtarë nderuar, Allahu e shpërblen njeriu mbasi njeriu mbështetet në këtë ajet dhe e ban këtë ajet, e praktikon këtë ajet, Allahu e shpërblen me të mirat e kësaj bote dhe ja jep hakun keqdashësve, atyre që bojnë keq në këtë dynjë dhe i dënon në ahiret. Prandaj shpeshtoni këtë lutje të madhe që e ka bë ky besimtar i mirë në kohën e Musait alayhis salam, të shtojmë ne këtë lutje ufawwidu amri wa ufawwidu amri ila Allah, çështjen time ja besojmë Allahut, Allahu është i larg pamës për robrit. Një prej pilotëve të njohur egjiptas kishte dalë në penzion. Edhe udhëtimin e fundit prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, hyb dhe pilotët tjerë njeh, thot a ka mundësi thot për radhë të fundit ta marr këtë aeroplan ta drejtoj unë. Dhe pas ka pas telashet vetat me familjes së tij, dhe kur e merr aeroplanin thot u ufawwidu amri ila Allah, dhe këtë punë ja drejtoj Allahut. Dhe aeroplanin te poshtë i merr me vete 300 vet. Edhe vdesin 300 vet. A është në rregull kjo, as është në rregull? Kjo është iftira min xhit Allahut. Allahu të ka dhënë mend të menaxhimit të jetës tënde, e jo dështimin tënd t'ja drejtosh Allahut, jo dështimin tënd të imanit, dhe ti nënshtrohesh provave të dynjas, edhe ti marrësh në qafë 300 vet. Mesazhi i kësaj ngjarjes është, nuk bën min xhit iftira min xhit Allahut. Allah i na ka dhënë mend, dikujt i ka dhënë inteligjencë dhe kjo është begati e madhe. Dikujt i ka dhënë më pak inteligjencë, po i ka dhënë udhëzim. Sa njerëz shumë inteligjent janë, po kanë deviju dhe kanë shkuar në xhenem.
dhe janë prej mos besimtarve. Inteligjent, po nuk janë besimtar. Dhe sa njerëz me pak dituri, Haxhi Baba, kur nuk mundet me amush menën për çdyti me thonë se dy zota janë, me besu diçka tjetër, më mbështetin diçka tjetër. Imani i tij, inteligjenca e kufizuar, po zemrën shumë gjanë dhe mbështetjen në Allah shumë të madhe, këto janë të udhëzuarit. Prandaj nuk bën dështimin tan me anxhit dikujt tjetër. Ne I marrim sebepet, wa ufawwidu amri ila Allah, dhe ja drejtojmë Allahut çështjen tonë që zullumçart I bajnë. E lutim Zotin e Madh që ne çështjet tona t'ia drejtojmë Allahut, por Allahu ka zbritur Kur'an dhe Sunnet ta ndjekim rrugën e Zotit dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush punon për këtë botë, për botën e ardhshme, Allahu ja mjafton çështjen e dynjas, dhe kush e përmison lidhjen me Allahun, Allah ja përmison raportin me njerëzit, dhe kush e përmison gjendjen e mbrëmshme të imanit të tij, Allah ja rregullon edhe çështjen e jashtme. E lutim Allahun e Madh, neve dhe juve Allahut na udhëzon në rrugën e drejtë. E lutim Allahun e Madh që ta lutim Allahun të mbështetemi te Zoti, besojmë në fuqinë e Tij, në diturinë absolute të madhnisë Allahut. Allahu na mëshiron me rahmetin e Tij. E lutim Allahun me emrin Rahim, Allahu na mëshiron neve dhe gjithë vdekurit tan. E lutim Allahun me emrin Gafur, Allahu na fal gjunahet. E lutim Allahun me emrin Tawwab, që Allah është lys I gjunave, Allah na fshin gjunat, ja Rabbel Alamin. Allahu ta udhëzon rinin ton në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit. Allahu na mbron imanin ton, ta mbron moralin ton. Allahu na bën nga ata që kërkojnë dituri të dobishme dhe të na ruan nga devijimet dhe servisimet e njerëzve që janë keqdashës të muslimanëve dhe të rive dhe të rejave tona. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.